Agjencia për parandalimin e korrupsionit përmes një reagimi publik ka vlerësuar raportin e IKD-s si kontribut të rëndësishëm në qartësimin e praktikës gjyqësore për deklarimin e pasurisë. Agjencia për parandalimin e korrupsionit mirëpret raportin e ri të IKD-s mbi ndikimin e aktgjykimit të Gjykatës Supreme në rastet e mosdeklarimit të pasurisë. Gëzim Shala nga IKD theksoi se vendimi i Supremës faktikisht e ka ndryshuar ligjin, duke shkaktuar një qasje të pabarabartë dhe kundërligjshme mes rasteve të vjetra dhe të reja. APK falenderon IKD-n për punën profesionale dhe për kontributin e çmuar në forcimin e integritetit publik. Por pas gjithë kësaj, ku vetë Supremja pranon që bëri referim të gabuar në ligj, si do të vazhdoj tutje prokuroria dhe gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë. Për mu se instancë e shkallës parë është më lehtë përgjigjem këtë pyetje, me qenë se jemi të parë që atakohemi qoftë nga prokuroria me anë të ankemimit të vendimeve të tona dhe si të tilla vendimi i shkallës parë asnjëherë nuk konsiderohet si rregull i cili do të shërbej për të gjithë për vendimet e instancave më të larta. Kanë vërejtur se prokurori i shtetit në disa raste të caktuara ka qëndruar dhe ndjekur akt akuzën deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. Ndërsa shkalla e parë në përfundim të shqyrtimit gjyqësor do të lëshohet në marrjen e një vendimi meritor, qoftë lirues apo dënues, ndaj të cilit lejohet e drejta ankesën nga palët në procedurë. Nga agjencia thonë se do të vazhdojnë me dorëzimin e kallëzimeve penale. Çfarë? Ne kemi dërguar vetëm javën e kaluar, nëse nuk gabojmë, apo javën paraprake 15 kallëzime penale, të cilat ndërlidhen me mosdeklarimin e pasurisë. Nuk po flas për kallëzime të tjera. Ne kemi dërguar më herët ato kallëzime penale që nuk ndërlidhen domosdoshmë me deklarimin e pasurisë, por kanë qenë për konflikt interesi, vendimarrje konflikt interesi, ku ka përfituar direkt pala nga e vendimarrja. Ne u zotuam edhe në këtë konferencë që të njëjtën çështje do ta adresojmë brenda prokurisë në Prishtinë, do të marrim një qendrim të përbashkët me kryeprokurorin dhe gjithë prokurorët në kolegjium të përbashkët dhe do të shohim se do të veprojmë tutje. Unë tani për tani nuk mund të jap garantë si do të zhvillohet procedura brenda prokurisë, por jam i bindur që prokuria do të reflektojë dhe do të vazhdojë sepse ka detyrim të zbatojë ligjin dhe njëkohësisht edhe praktikën gjyqësore. Buleshka në anën tjetër shpreson që ky të jetë vetëm një gabim gjyqësor. Ne kemi një breng që mos ka diçka përtej gabimeve. Që ne nuk kishim pas dëshirë që të jetë e tillë, sidomos duke pas parasysh se integriteti i sistemit prokuroral gjyqësor është krucial për besimin shtetëror në shtetin e Kosovës.